Një 18 vjeçar është arrestuar nga policia e Durrësit pasi akuzohet për tentativë grabitjeje me dhunë ndaj 3 shtetaseve italiane, si dhe për 2 raste të tjera vjedhjeje të dokumentuara nga hetimet. Operacioni policor i koduar provat, i zhvilluar nga specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës, arrestoi në flagrancë Doriana Bazin. Ngjarja e parë ndodhi në orët e para të mëngjesit në lagjen numër 13 të qytetit, ku njeriu tentoi të grabiste me dhunë sendet personale të 3 turisteve italiane, po ashtu nga hetimet rezulton se i njëjti shtetas, me datë 27 dhe 28 prill, ka thyer xhamat e 2 automjeteve në të njëjtën lagje dhe ka vjedhur sende personale. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia sekuestroi një sasi municioni luftarak, si dhe sende të tjera të dyshuara si të vjedhura. Në vijim të hetimeve është proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe një shtetas tjetër për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Policia dhe prokuroria po vjojnë punën për zbardhjen e plotë të veprimtarisë kriminale të dyshuarit, si dhe për identifikimin e rasteve të tjera të mundshme të vjedhjeve.